Muaji qershor ka shënuar një tkurrje të ndjeshme të optimizmit në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se treguesi i besimit në këtë sektor u ul me 0.8%. Kjo rënje reflekton drejt për drejt pritshmëritë pesimiste të kompanive për kontratat porositëse në të ardhmen, ku bilanci i përgjigjeve zbriti në nivelin negativ prej -26.2 pikësh, duke u përkeqësuar për të tretin muaj radhazi. Përtej uljes së kërkesës, tregu po përballet edhe me ndryshim të pritshmërive për vlerën e pronave, ku gjithnjë e më shumë ndërtues po parashikojnë një tendencë rënjeje të çmimeve në vijim. Raportet zyrtare konfirmojnë se ritmet e shtrenjtimit të banesave janë ngadalësuar, veçanërisht në Tiranë. Për kryeqytetin, indeksi i çmimeve mbeti i pandryshuar në krahasim me 6 mujorin e kaluar, ndërsa rritja me bazë vjetore pësoi një frenim drastik, duke zbritur në 4.4% nga 32.6% që regjistrohej në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar. Përjashtim në këtë ecuri bëjnë vetëm zonat bregdetare, të cilat kanë dhënë kontributin kryesor në rritjen e indeksit të përgjithshëm kombëtar me rreth 11.7% ndaj 6 mujorit të mëparshëm. Pavarësisht këtij ngadalësimi të tregut dhe rënjes së porosive, të dhënat indirekte tregojnë se ritmi i ndërtimeve të reja po vijon të jetë masiv. Sipas shifrave nga taksat lokale, gjatë periudhës janar-maj të këtij viti, të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë u dyfishuan, duke arritur në rreth 24 miliard lek. Kjo vlerë tregon se vetëm në 5 muajt e parë të vitit 2026 janë dhënë leje për rreth 2 milion metra katror ndërtime të reja, një shifër kjo shumë pranë rekordit absolut prej 2.5 milion metra shkatror që u dhanë gjatë gjithë vitit 2024.